Sonte dy fjalë për nonat tona, për bashkëshortet tona, për motrat tona, për gjyshet tona, për gjithë ato të cilët na bëjnë hizmet, për gjithë ato që janë të gatshme në iftar, të gatojnë e të rregullojnë ushqimin për pjesëtarët e familjeve të tyre. Normalisht kërkohet me vlerësu nga burrat, nga djemt, nga gjithë për arsye se ne i marrim si të leta, të gatshme, po sigurisht ata kanë shumë punë, shumë halle, pra kuzhina është një profesion i veçantë, pastërtia është një profesion i veçantë, kujdesi për shtëpinë e tij është një profesion i veçantë, për fëmijët është një profesion i veçantë, ruajtja e shtëpisë e tij është një profesion i veçantë. Pra, aq shumë punë që bëjnë to nonat, gratë, motrat, gjyshet, sa që nuk llogariten. Po të vini re, kur shkoni aty ke shtëpia, çdo gjë e gjeni gati. Por kështu e ka caktuar Zoti xhela xhelaluhu, që ata ta nxjerrin atë bukën e vet atje tek shtëpia. Por normalisht Allahu xhela xhelaluhu gravet në përgjithësi ju ka lehtësuar dhe hyrjen në xhenet. Ja ka lehtësuar, fakt në krahasim me burrat. Burrat e kanë më të vështirë. Do kenë më shumë halle, më shumë lodhje, më shumë probleme. Edhe e kishim bën një herë një pikturë kështu. Edhe nxirrshin atë burrin që e kishte shtëpinë, me gjithë gra, me gjithë fëmijë, me gjithë familje, me gjithë çka ka shtëpi e kret, i mande burrin shpejt. Edhe normalisht kështu është. Sepse Allahu xhela xhelaluhu e ka caktuar përgjegjës, drejtues të familjes. Edhe kështu është. Në mungesë të burrit për shembull, nuk e ka burrin, i ka kaluar për kësaj jeta, atëherë gruaja i merr përgjegjësitë edhe ato të burrit. Thamë që Allahu xhela xhelaluhu ja ka lehtësuar gjendjen për të hyrë në xhenet. Edhe në ditën e llogarisë, një gruaje do t'i thuhet 7 dyrë të xhenetit i ketë hapura. Foto nga cilat derë dush. Dhe kushti që i kërkohet kësaj gruaje është të ketë fal namaz. Namazi duhet. Të ketë fal namaz. Të ketë agjëruar Ramazanin. Të ketë rujt në derin e vetë. Njëkohësisht, tjetë e bindur ndaj bashkëshortit saj. Nëse që këto 4 gjana i plotëson një nonë, një gru, një gjyshe, ajo do t'jetë para dyrëve të xhenetit, edhe ku të dëshiroj me hyj nga dyrët e xhenetit. Pra Allahu xhela xhelaluhu i ka kërkuar lehtësim të madh. Për shembull, i madhe Zot nuk i ka kërkuar një gruaje që shkojnë të punojnë minier. Po i shohim disa burra që punojnë minier. Edhe ajo miniera nuk ishte mos e i metër e gjysë e lartë. Pra gjithë kohën do të punonte 20 orë i kroson. Nuk i ka kërkuar grave që shkojnë të punojnë larg. Po thot, nëse ju jeni kujdestare të shtëpive, runin derin e burrave, nderin tuaj, fali namazin, agjironi, dyrët e xhenetit i keni çelme. Edhe normalisht, ajo qetësia e një burri është, kur kalon bashkëshortin e tij tek shtëpia dhe çdo gjë ka të sigurt atje. Shtëpinë, nderin, e të gjitha këto sende. Po më tregoj një diçka shumë interesant, që një burr martohet, edhe gjithë burrni i kthehet bashkëshortës që natën e parë edhe i thot: kam disa këshilla, i thot, nëse do të rrish në këtë shtëpi gjithmonë. Po urdhëroj, thot. A do të marrësh nderin, i thot, fytyrën? Jo, i thot.
nuk ka përgjigje më të saktë se i ka dhënë këtij burri, se janë shumë ato tjerat, edhe nëna vjen koha e faljes namazit jacis, tha, jo, a do të më ruajsh fytyrën, do më ruajsh derin, pse të ruaj unë derin do të? Bravo. Ruaj vetën derin do të. Unë kam për detyrë të ruaj derin tim. Ti në derin të të ruaj vetë. Pra, se na del problemi të shti, më ruajt në derin e vetës, në derin e shtëpisë, po edhe të burrit, jo të burrit. Të burri, kur mos mendoj se ka të garantu me nderin e vetë, tek nderi grus. Burri të shofi dhe të ruaj mos të bëj shkelje për vetën e vetë. E ruan gruaja të vetin, se ruan është mohabet tjetër. Mos të ruaj për desh. Dyrë e xhenemit atje, presin edhe ato. Si që presin kështo shtata të hapme, edhe këto e presin. Kështu që të shkoni atje, ti falenderoni në emër të Zotit. Ti nderoni, ti respektoni, sepse me të vërtet, ati që Allahu xhele xhelalu ja ka dhënë bashkëshortën, i ka dhënë mirësi të mëdha, se vallahi është problemi më. Unë nuk e kam provuar që të jetoj pa bashkëshortë, por ata që i kanë pas dhe nuk i kanë, që ashtu më thot njoni, se ja shtypi makina bashkëshortën, e mërhoshtën e më thot, smun e kisha shumë, thot, ashtu e smun le t'ishte, thot. Vetëm t'ishte aty. E smun le t'ishte, kështu që mos i acaroni, mos u mërzitni, qoni atje merë në ujtin vetë, kur nuk të mungo ato këtë avalina, sepse nuk i aty në restorant që ke shku, ke paguajt atje, edhe vjen ato të shërbejnë aty me lek. Po, bëhu vetë shërbës. Sellu mirë, shërbeja saj. Sa i përket punëve, shtëpis, unë me bashkëshortën time i kam zgjidhur shumë mirë. Janë disa punë që si bëj kurrë bashkëshortës. Edhe ajo nuk i bën disa të mia. Po ka herë i bëjmë punë të njëri tjetrit. Edhe i kemi rregulluar aq bukur, e shoh që s'mund ta kryej këtë punë, e kryon. E shikoj që s'mund ta kryon këtë punë, se s'kam kohë pse, e kryon ajo. Pra, kur nuk mund të imagjinohet hilja në mes njëri tjetrit. Njëkohësisht, si kanë dalë në këto telefonat e keni parasysh, me komuniku tamam njerëzore, sepse edhe i burr do të hyjë në xhenet për shkakun se on sjell mirë me bashkëshortën e vet. Vallahi vë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, keni kujdes gratë, se janë tha amanet i Allahut në dorë trupit. Në dorë trupit. Ta kalon Zoti amanet. E ka dynt prej anej, prej larg, edhe e ka sjellë ty shpejë jote. Sellu mirë me te, edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë tha jam më i miri në familjet time, tha. Në rastet e rralla që ka lavdëruar veten pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu që selluni mirë me ta, që inshallah siç tini bashk këtu, tini bashk edhe në xhenet. Se vallahi dëshin qofse këtu s'keni harmoni, nuk shkoni mirë, ku dy unë me problemet mëdha, për Zotin atje do të thotë hiksës jo më jot. Burri gruas edhe gruaja burrit. Po mos na qof Zotin në këtë situatë, inshallah siç jemi bashk në këtë jetë, jemi dhe në xhenetet e larta. Allahu na fal, na mëshiroj gjithë inshallah. Jepni kametin.